Dashi. Sot do ndjeni të fuqizuar nga energjia e Marsit, që ju jep guximin të ndërmerrni çdo hap pa u frikësuar nga pasojat. Marrëdhënia në çift do karakterizohet nga pasion dhe intimitet të thellë. Do ndani ëndra, plane afatgjata dhe do merrni vendime që do forcojnë lidhjen. Edhe nëse përballeni me keqkuptime të vogla, komunikimi i hapur dhe sinqeriteti do rikthejnë shpejt harmoninë. Beqarët do kalojnë momente të këndshme në shoqëri mish, ku gazmendja dhe batutat do krijojnë një atmosferë të ngrohtë. Kjo do ju jap kohë të zgjidhni me kujdes se ku ja vlen të investoni ndjenjën. Në punë, bashkëpunimet në grup do çelin mundësi të reja. Aftësia për të deleguar dhe për të dëgjuar idetë të tjerëve do sjellë rezultate të larta. Financat do jenë të qëndrueshme, fal strategjive strikte të kursimit dhe menaxhimit të zgjuar të burimeve. Demi. Sot do ndiheni më të vendosur se kur dhe do krijoni themele të forta për çdo projekt afatgjat. Në çift do mbizotërojnë një ndjenjë besimi të palëkundur, do ndani hapat kryesor për planet e së ardhmes dhe do mbështetni njëri tjetrin në çdo sfidë. Beqarët do ndjejnë tërheqje të fortë ndaj një personi që vjen me energji të ngjashme dhe do kenë guximin të hapen e të tregojnë interesin me sinqeritet. Në punë, dinamizmi do jetë i lartë, do merrni iniciativë për të nisur projekte inovative dhe do habiteni me mbështetjen e kolegëve kur të shikojnë entuziazmin tuaj. Aftësia për të bashkëpunuar dhe për të organizuar takime efikase do të çojë drejt suksesit të shpejtë. Financat do përmirësohen gradualisht falë ndikimit të favorshëm të Mërkurit, që ndihmon në planifikimin e saktë dhe shmangjen e rreziqeve të panevojshme. Binjakët. Sot intuita juaj do jetë sekreti i suksesit. Besoni në zhurmën e brendshme që ju nxit të tregoheni kreativ dhe të mos i frikësoheni ndryshimeve. Në çift do riktheni një frymë të re në marrëdhënie duke organizuar surpriza kreative. Një darkë me temë të veçantë apo një shëtitje misterioze do rigjallërojë flakën e dashurisë. Beqarët, përkundër natyrës suaj shoqërore, do ndjehen tërheqës në takime intime dhe mund të krijojnë lidhje të qëndrueshme me dikë që i kupton thellë. Në punë, durimi dhe aftësia për të dëgjuar udhëzimet e drejtuesve do sjellin rezultate të dukshme. Do përfundoni me sukses çdo detyrë dhe do fitoni besimin e të gjithë atyre që punojnë me ju. Megjithatë, në sektorin financiar mund të ketë luhatje. Planifikimi i kujdesshëm i buxhetit dhe shmangja e investimeve të parsyeshme do ruajë ekuilibrin. Daforia. Sot do ndiheni të mbrojtur nga ndikimet pozitive të yjeve dhe kudo që shkoni do të përhapni një atmosferë ngrohtësie. Në çift, besnikëria dhe mbështetja reciproke do forcojnë marrëdhënien. Do ndani detaje të vogla, si përgatitja e mëngjesit së bashku, që do nxisin dashuri të qëndrueshme. Beqarët mund të përjetojnë një surprizë dashurie në çdo kohë të ditës, një takim i paparashikuar apo një mesazh i ëmbël që zbukuron ditën. Në punë do tregojeni strategjisë perfekte. Aftësia për të kuptuar nevojat e ekipit do ju bëjë udhëheqës të natyrshëm dhe projektet e përbashkëta do kenë zhvillim të shpejtë. Financat do jenë në një gjendje stabile, falë vendosmërisë për kursim dhe investime të maturuara. Luani. Sot do ndiheni mbretëroresh duke përfituar nga ndikimi i fuqishëm i Marsit dhe hënës që sjellin pasion dhe vendosmëri. Në çift do nxirrni në pak kreativitetin në organizimin e momenteve romantik. Një piknik surprizë apo një aksion artistik bashkë do forcojnë lidhjen. Beqarët do kenë rezatim të pashmangshëm magnetik. Çdo veprim i shkëputur nga rutina do tërheqë vëmendje dhe do hap rrugën për marrëdhënie të reja. Në punë, entuziazmi dhe vendosmëria juaj do frymëzojnë të gjithë ekipin. Do merrni iniciativë për projekte të mëdha dhe do merrni vlerësime publike. Financat do kenë fatin me vete, por kujdesuni të rrisni rezervat për mundësi të ardhshme, pasi suksesi i ditës mund të sjellë shpenzime dëshirash. Virgjëresha. Sot do esni me hapa të matur dhe të studiuar, ndërsa Venusi do ju mbështet në çdo veprim. Në çift, mbajini komunikimin të hapur, një bisedë e thjeshtë për planet e mesme dhe afatgjata do forcojë afektin dhe do shmang keqkuptimet. Beqarët mund të gjejnë ndihmë të veçantë në një mjedis social ose profesional. Shprehuni lirshëm, sepse kjo është dita juaj më e favorshme për takime serioze. Në punë, adaptimi juaj ndaj detyrave të reja dhe gatishmëria për të dukur fleksibël do të çojnë në arritje të rëndësishme. Drejtuesit do vlerësojnë përkushtimin. Financat do jenë prioritet, prandaj planifikojini shpenzimet dhe vendosni kufij mujor për kursimet. Peshorja. Sot do qëndroni në ekuilibër të përkryer mes ndjenjave dhe arsyeve, falë pozicionimit të saturuar të yjeve. Në çift, thelloni lidhjen me ushtrime bashkë, një përjarvje në përbashkët në natyrë apo një klasë vallëzimi do ndezin pasionin dhe do rrisin besimin. Beqarët duhet të jenë të duruar para se të shprehin ndjenjat.
Takimet e para janë vetëm hapa fillestar për ndërtimin e një historie të qëndrueshme. Në punë, prezenca juaj diplomatike dhe aftësia për të balancuar interesat e ndryshme do gjenerojnë rezultate pozitive. Kolegët do vlerësojnë neutralitetin dhe drejtësinë tuaj. Financat do ruajnë ekuilibrin për shkak të aftësisë për të negociuar marrëveshje të favorshme. Akrepi. Sot do mbështeteni fuqishëm te intuita dhe durimi, falë ndikimit të përbashkët të Marsit dhe Jupiterit. Në Çift të eksploroni thellësi emocionet tuaja përmes aktiviteteve që sfidojnë rutinën, si një eksperiment kulinarie apo një udhëtim të vogël ditor. Beqarët do ndihen tërheqës kur tregojnë anën e tyre krijuese, prandaj mos trembeni të hapni kartat e para. Në punë, strategjit tuaja janë në kulm, të propozoni ide transformuese dhe të fitoni mbështetje të menjëhershme nga drejtuesit. Financat do jenë të qëndrueshme, por përgatituni për një shpenzim të vogël informim ose edukim profesional. Investimi në veten është gjithmonë fitimprurës. Shigjetari. Sot do kërkoni mundësi për të shfaqur kreativ dhe për të zgjeruar horizontet, pasi Urani ju mbështet me ide të reja. Në Çift, eksperimentoni një pasion spontan, një lexim bashkë me ndriçim të ulët ose një lojë role do sjellin aventura të reja në marrëdhënie. Beqarët duhet të ruajnë qetësinë para çdo marrëdhënie të re. Një flirt i ndërtuar me kujdes do të çojë në lidhje të qëndrueshme. Në punë, gatishmëria për të testuar metodologjitë e paeksperimentuara do sjellë avantazhe dhe do nxjisë inovacion. Kolegët do raportojnë se jeni frymëzues. Financat do kenë luhatje, por me një plan të mirë buxhetor dhe kursime të rregullta do ruani stabilitetin. Britsjapi. Sot do vazhdoni të mbani ritmin e qëndrueshëm dhe do arrini të balanconi çdo fushë të jetës. Në Çift, durimi dhe ndershmëria do jenë kurthemel për afrimin. Bisedoni hapur për pritshmëritë e së ardhmes për të forcuar lidhjen. Beqarët duhet të shmangin vendimet impulsive dhe të vendosin kriteret e qarta para se të investojnë ndjenja. Në punë, zbatimi i planeve afatgjata do jap rezultatet e pritura dhe drejtuesit do vlerësojnë saktësinë tuaj. Financat do jenë të qëndrueshme, falë disiplinës në buxhet dhe kursimeve të destinuara për emergjenca. Për të çlodhur pas një dite të ngarkuar, një program meditimi ose yoga do sjellë paqe dhe qetësi. Ujori. Sot do shkëlqeni me originalitetin dhe do tërhiqni vëmendjen me aftësitë tuaja unike. Në Çift, organizoni një aktivitet interaktiv, një lojë mendje apo një projekt sjelljeje së bashku të forcojë bashkëpunimin dhe do risjellë buzëqeshjen. Beqarët duhet të marrin iniciativën në flirt dhe të përdorin humorin si urë lidhëse, shpesh spontaneiteti hap dyert të reja. Në punë, vizionet tuaja inovative do gjejnë terren të pasur. Pjesëmarrja në diskutime strategjike do ju rendisë në krye. Financat do kenë ekuilibrin e dëshiruar, por përgatituni për një shpenzim të vogël për rikualifikim profesional. Një investim në aftësi është gjithmonë fitim. Peshqit. Sot pasiguria mund të shfaqet, por durimi dhe vetë kontrolli do jenë armët tuaja më të forta. Në Çift, shmangni ngarkesën e akuzave, një falje e sinqertë dhe një përqafim i qëndrueshëm do restaurojnë ngrohtësinë. Beqarët duhet të analizojnë çdo lëvizje para se të angazhohen. Sinjalet e vërteta kërkojnë kohë për të kuptuar. Në punë, presioni mund të jetë i lartë, por një plan veprimi i detajuar dhe mbështetja e kolegëve do ju çojë drejt qëllimeve. Financat kërkojnë rishikim të buxhetit, ndani fonde për nevojat e jetës dhe kursime për emergjenca. Një pasditë relaksuese me një seancë meditimi ose biblioterapi do ripërtëri frymëmarrjen dhe do forcojë rezistencën emocionale.